Hymin në ndërtesës. Vendosa, ja lasë, e kom po që Ja, e kom pushu aktivitetin ja 4-5 vjetë. Është një mbështetëse publike e lëvizjet vetëvendosje. Madje, partia u dënua pse ajo mori pjesë në një tubim të vetëvendosjes. Shemse Elezi ishte kandidati vetëvendosjes për kryetar të komunës së Drenasit. Ju, a keni ndaj pozitë në vetëvendosje apo jeni veç anëtare e thjesht? Ajo çka kemi kuptu tjetër është që njerëzit që kishin qenë aktivistë të devotshëm të vetëvendosjes janë punësuar në këtë autoritet, por të gjithë tash janë në konflikte mes vete. Kryetarja e bordit, që nuk po i thret mbledhjet, është një mbështetëse publike e lëvizjet vetëvendosje. Madje, partia u dënua pse ajo mori pjesë në një tubim të vetëvendosjes. Partia i ka pagu 6.000 euro ndëshkim për prezencën e zonjës, por ajo çka kemi po është që në ligjin për mbrojtjen e konkurrencës është një nen shumë i qartë, i cili thotë që gjatë ushtrimit të funksionit, antari i bordit, por edhe kryetarja, nuk mund të përfshihen në aktivitete politike. Dënimi për gjedhjet është edhe në vitin 2025. Por çka mund të themi shikues të nderuar është që Kuvendi i Kosovës, si institucion që disiplinon anëtarët, nuk ka ndërmarrë asnjë masë për të zbatuar ligjin në këtë rast dhe për të kërkuar llogari nga kryetarja e bordit. Shikues të nderuar, gjatë holumtimit të kësaj teme, kemi pranuar ankesa dhe nga zyrtar brenda institucionit të autoritetit të konkurrencës. Në cilësinë e sinjalizuesve, inspektorët hetues të autoritetit të konkurrencës, Shemse Elezi dhe Gresa Latifi, kanë adresuar një mori pretendimesh për parregullsi. Të jemi të qartë, Shemse Elezi ishte kandidati vetëvendosjes për kryetar të komunës së Drenasit. Ai ishte punësuar në autoritet shumë vite më parë, por mori pozicione kur vetëvendosja erdhi në pushtet. Hetuesja tjetër, Gresa Latifi, ishte pjesë e një degës së vetëvendosjes në Prishtinë. Ajo u punësua në autoritet në vitin 2024. Elezi pati problem fizik me drejtorin e institucionit Selajdin Beqa. Çka është shumë interesante shikues të nderuar se edhe Selajdin Beqa, edhe Shemse Elezi ishin në vetëvendosje, por në autoritetin ku vendoset për bizneset e mëdha përfunduan jo mirë. Hymin në ndërtesës. Vendosa, ja lasë, e kom po që Ja, e kom pushu aktivitetin ja 4-5 vjetë. Por reagoj, edhe do të reagoj, edhe do të them edhe publikisht, në rastin e Veriut, do të reagoj gjithmonë. Kur jeni punësuja? Une kom fillu punën me 1 janar 2024. Për ju pës edhe për partinë, ju a keni ndaj pozitë në vetëvendosje apo jeni veç anëtare e thjesht? Unë derisa për realitetin si qëndron, derisa kam fillu punën në institucion, unë kam qenë kryetare e një pike për i lëvizjet vetëvendosje në qendër të Prishtinës. Me të punësuar, unë kam dhënë ndërheqje për të gjitha pozitave që kanë qenë edhe jam veç anëtare e thjesht. Për ju pës se janë, do të thotë, ka njerëz edhe të tjerë që janë ato, a ka ndikim partia, keni vrejt ju në sen? Jo. Në institucion? Jo, asnjëherë nuk kam vrejt diçka tillë, bashkë kisha dashur me cek që këtë nuk ka të bëjë jo vetëm vetëvendosja, pa asnjë parti politike, sepse mrena njëri drejtor thotë joni jam përkrahas i kësaj partie, tjetri kësaj, ka prej të gjitha partia përkrahas të tyre, por realisht unë mendoj që as ndërë si bujnë as si përkrahas të asnjënës partie, sepse këta janë sipas pretendimeve të mia, janë një grupacion mbrana institucionit që punojnë për interesat të tyre personale. Këtu nuk ka dorë as edhe një parti politike. Ç'është përfundun disa zyrtarë pra vetëvendosjes në këtë institucion, që janë tafërt me partinë, edhe a ka farë ndikimi, a keni vrejt partia? Unë flas vetëm për veten time, unë asnjë kontakt nuk kam miq, kam shok, kam shumë njerëz ndershëm, kam mbrana në atë subjekt, sikur që kohën subjekte tjera krejt, mirë po unë nuk kam asnjë kontakt nga koha kur ka ndodhur rasti, edhe më herët, që kom ndërprej aktivitetin tam, për shkak se kom pas arsyet e mia dhe puna jonë që kryna në autoritet konkurrencës është punë hetuese që ka të bëjë që duhet patjetër ti mos me qenë pjesë e një subjekti aktiv, mundesh me kantar, me shku me ndëgju në fushat një program në diçka, mirë po jo që... A mundesh me të ndiku tani partia, nëse i antar? Nuk, për mu së ndikon asnjëherë. Këtë kush tjetër, a gjithë kush e merr përgjegjësinë për veti. Po binduni që askush nuk më ndihmon subjektin e vet duke keq përdorur në institucione. Ajo është domthonë alfa omega e gjithave, ti nuk mundesh me ndihmu një subjekt nëse ti bën veprime të paligjshme, ti e dëmton atë subjekt. Edhe unë kam zgjedhur rrugën time me kon zyrtar publik, edhe me kaq përfundon.